Jam në qendër të Nishit, qyteti tretë më i madh i Serbisë dhe njëkohësisht një prej qyteteve më të diskutuar në raportet shqiptaro-serbe të fundit të shekullit të 19. Nishi ishte një qytet në perandorinë osmane që banohej nga shqiptar dhe serb, si dhe natyrisht nga rom dhe osman të mirëfillt. Por në vitin 1878, mbas luftës ruso-turke dhe humbjes së perandorisë osmane në atë luftë, Nishi i kaloi Serbisë. Në 1878, njëkohësisht Serbia fitoi edhe pavarësinë e saj dhe Nishi u fut krejtësisht nën kontrollin e mbretërisë serbe. Që nga ajo kohë, ndaj shqiptarëve filloi një përzënje masive që njihet në historinë e Ballkanit si muaxhirët e Nishit. Popullata shqiptare, e cila ishte kryesisht në zonat rreth rrotullt qytetit, më pothuajse 100%, dhe në nivele më të vogla në brendësi të qytetit, u përzu në drejtim të Prizrenit, Prishtinës dhe zonave tjera të Kosovës aktuale. Muaxhirët e Nishit konsiderohen në historinë e Ballkanit si fillimi i spastrimit etnik në Ballkan, që vijoi më shumë se sa 100 vite dhe që kulmoi me dizintegrimin e ish Jugosllavisë në vitet 90, në fillim të viteve 90. Ky qytet, i cili konsiderohet si pjesa fundore ku banonin shqiptarët, diçka më tutje, shumë veta përdorin dhe simbolikën e mollës kuqe, aktualisht është qyteti tretë më i madh i Serbisë dhe ka një numër shumë të vogël të popullatës shqiptare e cila u përzu forcërisht në fund të shekullit të 19. Nga Nishi.